Deputeti i Partisë Demokratike Klevis Balliu ka reaguar për situatën e zjarreve në vend. Ai akuzon qeverinë se nuk ka krijuar kapacitetet e nevojshme për përballimin e emergjencave, pavarësisht fondeve publike që sipas tij janë shpenzuar për aktivitete të tjera. Në një deklaratë për mediat, Balliu tha se përhapja e flakëve ka rrezikuar banorët dhe pronat, ndërsa zjarrfikësit janë detyruar të përballen me situata të vështira pa pajisjet dhe mjetet që u nevojiten. Në qendër të kritikave të deputetit demokrat ishin edhe shpenzimet që ai pretendon se janë bërë për koncertin e Kanye West. Sipas Balliut, mbi 4 milion euro të përdorura për këtë aktivitet mund të ishin investuar për modernizimin e shërbimit zjarrfikës. Edi Rama ka gjetur miliona euro për koncerte, spektakle, kopshte dhe instalacione idioteske, ndërkohë që zjarret i lufton me lopata dhe me zjarrfikëse të viteve 70 që rrjedhin ujë pa arritur te zjarri, deklaroi deputeti. Ai shtoi se paratë shpenzuara për koncertin sipas tij do të kishin qenë të vlefshme për forcimin e kapaciteteve kundër zjarreve. Rreth 4 milionë euro për Kanye West do të ishin shumë sot një investim etik për zjarrfikësit për pajisje moderne edhe për krijimin e kapaciteteve reale kundër zjarreve. Balliu përdori gjithashtu ironi për të krahasuar sipas tij mjetet që përdoren nga autoritetet gjatë protestave me mungesën e kapaciteteve për përballimin e zjarreve. Edi Rama dhe Besfort Llamallari gjejnë makina me ujë kur duhet përballen me protestuesit, por nuk gjejnë makina me ujë kur Shqipëria përfshihet nga flakët, deklaroi ai. Kritikat e deputetit demokrat u drejtuan edhe ndaj kryeministrit Rama për takimin e tij me Alex Soros në Dhërmi. Shqipëria po digjet nga cepi në cep, ndërsa Edi Rama shëllehet në Dhërmi, ku ka marrë Alex Sorosin që ta ndihmojë të shuaj flakët që protesta qytetare i ka vënë qeverisë së tij, tha Balliu. Në përfundim, deputeti demokrat prezantoi edhe atë që e quan se do të ishte qasja e Partisë Demokratike në rast se kjo e fundit do të marrë drejtimin e vendit. Sipas Balliut, demokratët do të hartojnë një paketë plot për emergjencat, ku do të përfshihet një program i posaçëm kundër zjarreve, si edhe rritja e financimit për strukturat e emergjencave.